Partia Socialiste që se ta quajmë maggioranza, sepse aty është një parti, nuk është se ka maggiorancë në kuptimin e një boshti politik, është një parti, flas nga ana konvencionale, për mosh një organizat me drejtëhije të rënda, me kriminalitetin edhe me kapin e shtetit, megjithatë formalisht do ta trajtojmë si parti, patjetër. Ka atë agjendën e vet. Dhe as do të di fare pse ç'a ndodh përdall. Nuk do të di fare Shqipëria është trajtuar gjatë gjithë kohës në gjendje të jashtëzakonshme, me vendimarrje arbitrare, vendimarrje totalisht të shpejta, të befta, të fsheta, të bëra diku gjetk, jo nëpër institucionet shqiptare, dhe nuk e shoh se ka një ndryshim të madh nga vendimarrja ta zënë për shembull për tërmetin, ku ta di unë, vendimarrja për Covidin, gjithçka, gjithë tendenca është që për çdo lloj vendimarrje ne të kemi diskrecion absolut dhe mbi gjitha liri totale nga çdo lloj shtrëngese institucionale apo të kontrollit të institucioneve demokratike. Kjo është për mua ajo që bën Partia Socialiste. Nëse s'do thoja mazhorancë kuptimi, po është sigurisht mazhorancë me numra, po është një parti, është një organizatë. Pjesa tjetër pastaj nga opozita, me thënë drejtën, ja ka lehtësuar kaq shumë punën, sepse kur ti e shikon që tjetri ka vënë një agjendë dhe do të eci me atë gjën e vet, duhet patjetër të ndërtosh një retorik, një narrativ kundërshtuese, një narrativ ballafaquese, përplasëse, që ka lidhje pikërisht me mos injorimin e opinionit publik në Shqipëri, e aktorëve të shoqërisë civile, qoftë dhe forcave të reja që kanë filluar të glojnë dhe të lëvizin. Pra, dhe këtë rol normalisht do ta lunte partia më e madhe opozitare, nëse duam ta quajmë të tillë, patjetër. Unë kam dyshimet e mia, po dhe ajo nuk e luan këtë rol, po dëgjosh ç'a bën Partia Demokratike është me gonigali, ku ta di unë, udhëtimi i këtij aty, por nuk ka në mënyrë absolut, nuk ka kokrën e lidhjes me atë që po ndodh sot në Shqipëri, po është duke bërë në mënyrë të instrumentalizuar, do thoya gati banale, tër agjendën politike që ka lideri i saj në raport me non grata. Domethënë është fokusuar 100% aty dhe pastaj kjo loja me zgjedhje, e cila trajtohet kështu si film policesk, ku se ne kemi parë këtë pamje, se kemi parë ato pamjet, ndërkohë që detyra një subjekti politik është që mbi ato që ndodhin të fillojë të ndërtoj aksion që ato të mos ndodhin më dhe mos bëhet duket sikur këta bëjnë zyrën e një shërbimi që merret me monitorim në zgjedhjeve. Një parti politike sigurisht kanë të gjithë drejtën të denoncojë, ka gjithë drejtën të thotë që kjo gjë është e padrejtë dhe është në shkelje. Por ndërkohë jeta politike vazhdon, ti duhet gjesh mënyra se si ta dobësosh tjetrin, sepse tjetri vjet për arsye sepse të shef të dobët. Në moment që ti je i fortë, ti nuk guxon të bëj atë gjën. Dhe këta kanë kryer fatalitetin në opinion publik që thotë ne s'kemi ç'a bëjmë, ky vjedh tërkohën, ne jemi viktima, madje për shkak të frustrimi ka filluar tash i sulë dhe opinioni publik se thotë mirë ky që na shkel, po as ju s'na mbështesti. Sikur opinioni publik është një mahall që duhet me lidhje gjaku ti shërbej Partisë Demokratike se e ka kushëri ose ku ta di unë, apo e ka komshia, apo nuk e di. Në këtë sens, arsyeja kryesore sepse ky lloj arbitrariteti vihet të re dhe është në lëvizje, është në veprim, është sepse nuk ka as edhe një lloj oponence, as një lloj rezistence reale në lidhje me këtë gjë. Për mua integrimi është totalisht një akt do thoya propagandistik. Po thua për integrimin në Bashkimin Evropian? Po. Shiko, para se të shkoj te integrimi, se do ta trajtojmë atë, dua të ngelem pak te ky frustrimi i opozitës. A mendojnë që gjatë këtij mandati opozitarizmi, jo vetëm Partia Demokratike, po edhe më gjerë se aq, do të jetë
më i frustruar për shkak të asaj që unë thash në fillim, për shkak të arrogancës së numrave të majorancës, se po e shifja pak edhe ligjërimin e majorancës dje në kuvende dukeshin të relaksuar totalisht, pra duket sikur nuk i hyn më asnjë gjemb në këmbë dhe çfarë do lloj vendimi që do ta marrin lehtësisht. Kjo do të prodhoj një farë frustrimi të opozitarizmit të gjithë faktorëve opozitar, apo do të ketë një rrugdalje në opozitarizëm, po them. Në qoftë se ti mua këtë bën pyetje, do të përgjigjem si kam kaluar pushimet në Shëngjin. Domethënë, pak a shumë është kjo lloj gjëje që po ndodh. Është kjo lloj gjëje që po ndodh, që aktualiteti kërkon një gjë, jeta politike kërkon një gjë, ndërkohë që ata bëjnë një gjë tjetër. Pse? Se janë në hall, kanë gjërat e tyre dhe po funksionojnë për mendimin tim totalisht në interes të ngushtë për interesat e një personi, një lideri, i cili ka problemet e veta me ndërkombëtarët dhe është fokusuar gjithçka aty. Gjithçka aty, ka viktimizim, ka fatalizëm, ka gjithmonë një justifikim dhe kjo për mendimin tim nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse ta bllokojë jetën opozitare, po sigurisht jo për gjithmonë. Sepse me këtë lloj jete opozitare, unë di ta them një gjë me siguri. Ndoshta Rama nuk do ketë goditje të forta për një kohë të shkurtër, ndoshta mund ta ketë deri diku të sigurt, por dim vetëm një gjë që nga ana opozitës, kjo lloj opozite nuk mund të vazhdojë përjetësisht. Pra, nëse pushteti ka mekanizme në dorë për të mbajtur numra dhe për të mbajtur pushtet, nga ana tjetër opozita është në tretje të përditshme dhe gjithsesi atje do ketë zhvillime, por që janë zhvillime të cilat do impaktojnë edhe Partinë Socialiste. Sepse në momentin që ndryshon opozita që ke përballë dhe lëviz apo ka diçka, ka një ngjarje, ka një ndrim, ka një lloj zgjimi të opozitarizmit në Shqipëri që mund të vijë nga subjekte të reja, që mund të vijë nga një transformim i beftë edhe brenda Partisë Demokratike, nuk e di. Por di vetëm që kështu opozitarizmi nuk mund të vazhdojë kështu. Majoranca dhe Partia Socialiste mund të vazhdojë kështu, po opozitarizmi jo. Pra, nuk është se gjendja nuk ndryshon fare, por ndryshon me ngadalë, ndryshon nga pak, ndryshon në kohë dhe nuk ka të ndryshime që ne presim, por gjithsesi lëviz. Mos mendoj njëri që gjërat nuk lëvizin. Sigurisht që po lëvizin dhe fakti që ne kemi parti të reja që kanë hyrë në parlament, mund të duket kështu si Barcalet, thuash ose një deputet, dy deputet, që po ne nuk i kemi pas përpara. Ne kemi pas parti të cilat ishin extension, ndjes për shprehjen anglisht, zgjatime të partive të mëdha, po s'kan qenë ndonjëherë parti të cilat gjithsesi përpiqen të sjellin një lloj dinamike të re, që se do e quajmë. Qartë. Për të kaluar te çështja e dytë e integrimi, përtej të gjitha teknikaliteteve të cilat nuk e di se sa relevante janë, edhe këtë e them me shumë sinqeritet, nëse do të dëgjonim dje fjalimin e kryeministrit në Bruksel, ai është edhe sot, ka takuar shefin e NATO-s, Mark Rutte, po nëse do të dëgjonim dje fjalimin e kryeministrit, ishte vërtet një fjalim prej triumfatori. Në limitet e batutave që ai patjetër i ka të zakonshme në ligjërimin e tij dhe mitit. Tani, përtej kësaj ti the që integrimi është një farë propagande, po ka mundësi që kjo të ndodhë në vitin 2027. Është vërtet propagandë, si e gjykon? Shiko, nëse nesër bëjnë zgjedhje dhe në Gjermani ta zën fiton partia e ekstremit djathtë, AfD-ja. AfD-ja, po. Ti mendon që ky proces do eci kaq kollaj? Ta zën në Parlamentin Evropian ndryshon pesha e ngjyrave politike, nuancave politike atje. Mendon se ky proces do eci kështu siç e nxjerrin televizor këta? Edhe ka aq shumë faktorë dhe aq shumë variabla, të cilat nuk janë fare në ndikimin e budalliqeve që thot kryeministri në për konferenca për shtyp, sa çfarë them unë, ku dëgjojmë për të marrë një krahasim. Se duket tani sikur kemi tendencën që themi jo, apo themi një kritik për çdo gjë. Po ka ndjekë çik pozicionet e Bashkimit Evropian për në lidhje me Ukrainën. Sigurisht ka vendimarrje të fuqishme,
ka me vërtet akte kurajoze, por në fund fare ata të cilët po vendosin për luftën në Ukrainë, Bashkimi Evropian është i fundit në radhë. Dhe po flas për Bashkimin Evropian, nuk po flas për një shtet. Qartë. Dhe po të dëgjosh konferencat, unë e ndjek me shumë ëndje dhe me shumë tension atë që po ndodh në Ukrainë për 1000 arsye, për së shkëlqyendi. Dhe ajo që unë shoh është që këta mblidhen 3 herë në javë, 4 herë në javë për Ukrainën, po nuk kanë qendor, më kupton? Dhe fakti që bëhen këto gjithë këto konferenca, gjithë këto akte, gjithë kjo, tu kemi të bëjmë më shumë me komunikim publik. Nuk kemi të bëjmë me dojmos me arritje konkrete. Se me sa para shumë nga ato kapituj që janë hap 4, por nuk është mbyll asnjë, duke s'kishte asnjë me jeshile. Me çka kam parë. Pra ti akoma nuk e mbyll një kapitull, më duket deri në fund. Mos gabojmë. Ndërkohë që është thënë që do të hapen të gjithë brenda aktivitit, paktën kështu ka thënë ajo zonja Marta Kos, që është edhe këtu. Po patjetër, edhe Turqia i ka hapur negociatën me Bashkimin Evropian një nga 80 caja, do i di 83, nuk e di tash, se hyri Greqia me Kiprun. Po. Mos gabojmë tani se nuk i di, ka diku të 40 vite që është. Një gjë e lehtë, po 40 vitesh. Pra, nuk është kaq e kollajt kjo gjë, sepse nuk varet nga një funksionare, nuk varet nga një konferencë për shtyp dhe nuk varet nga një konjunkturë, po janë vendimarrje të mëdha të cilat për mendimin tim do duan një konsensus shumë gjerë, do duan që të mos ndryshojë kjo konjunkturë politike që është për momentin, do duhet që Parlamenti Evropian ta mbështesi në kuptimin e vullnetit politik të atyre profesuesve që nxjerrin shtetet në vendet përkatëse. Është shumë e ngatruar. Sigurisht kryeministi e luan, pse e luan atë? Sepse ti në momentin që ai luan atë kart thot, të lutem thot mos më flit më për këtë gjë, se ne tash jemi në Prag. Kupton, tash çfarë debati hap ti? Ne jemi duke vënë Bashkimin Evropian, ne shikoni me çfarë merreni ju. Ku jam unë jam maj tani, ju merreni me thërrime. Saktësisht kjo ishte ajo për cilën doja të të pyetja, po ti i paraprive, kujt i shërben? Kujt i shërben? Edhe kullat që po bëhen nëpërmjet korporatës investimeve justifikohen me idenë që ne duhet kemi ndërtesa serioze për një administratë serioze e cila do të jetë, po them unë, e gatshme për t'i përgjigjur kërkesave që ka Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dakor? Edhe këto justifikohen me të. Shikoj çfarë propagandë është kjo. Kjo dhe kullat justifikon. Çdo gjë justifikon. Madje po ta mbash të agjendën. Edhe kodi penal, Kodi i ri penal që është kaq problematik, që është diskutuar kaq shumë. Patjetër ajo duhet parë, sepse ajo, domethënë, do ketë po them një farë pushteti edhe BE aty, nuk e di sa, po do ta ketë një farë zëri, një farë influencë. Por shikoj çfarë ndodhi me zgjedhjet. Gjyen në këtë kuadër të integrimit, jo në kuadër të takimeve, 2 ditë mbas zgjedhjeve u bë samiti. Pa bëhet samiti 2 ditë mbas zgjedhjeve? A thua se zgjedhjet ishin, ku ta diun, data e dëshmorëve, dita e dëshmorëve. Po për disa sekondë, sepse zgjedhjet është keni parë në një vend në planet që ditën e zgjedhjeve i ditë para të bëj 2 ditë para të bëj Giro d'Italia dhe 2 ditë mbrapa të bëj summit. Pra në momentin që ai të fut këtë kornizë, praktikisht mbyll çdo lloj kanali diskutimi, mbyll çdo lloj kritike, mbyll çdo lloj mundësie për narrativ, si më thon, për kundërshti, dhe çdo gjë ecën me atë shkundjen e propagandës që ne jemi tashimi në portat, në prag të Bashkimit Evropian, dhe nuk ka më asnjë lloj vlere që ne të merremi me çështje dytësore. Pra kjo është çështja e çështjeve. Dhe me këtë ikin dhe 4 vjet tjerë. Mirupafshim. Qartë. Dua të hidhem tani tek Tirana, tek kryeqyteti, i cili ka sigurisht shumë probleme, patjetër, por do të mblidhet Këshilli Bashkiak dhe do të shkarkojë kreun e Bashkisë Veliaj. Tani nuk të kam patur, të paktën gjatë kësaj kohe, që do të pyesja se si e sheh këtë çështjen Veliaj përtej diskutimeve të zakonshme mes komentatorëve, pra dikush e mbron, dikush e shet. Dua ta kuptoj pak më gjerë këtë në këndvështrimin tënd. Po, unë besoj që e para punës
kryetari i tanishëm nuk do jetë për gjithmonë. Sigurisht që ajo do jetë deri në zgjedhje, deri kur të vinë zgjedhjet lokale. Pra nuk është se do mbaj për gjithmonë, do vinë zgjedhjet lokale prap. Këto janë zgjedhje të pjesshme, janë zgjedhje, po them unë, kushte të jashtëzakonshme dhe mendoj thjesht për një lloj formaliteti, Bashkia e Tiranës nuk mund të rri pa një kryetar atje, që kushdo që do jetë atje nuk do jetë, mendoj unë, në kushtet e shkëlqimit politik, pa u fund fare do jetë dikush që është në perëndim, mendoj unë. Me thënë, në këtë rast, për zonën Marsilliu, nuk besoj se ky është një shans për ta ngritur në përgjithësi dhe për të dhënë më shumë besim, po më duket se është një lloj akti për ta fikur pak edhe për ta më njenuar, për ta lënë atje në cep. Unë kështu e shoh. Çështja e datës edhe këtyre, sigurisht fillon shtatori, tetori, u mbyllën zgjedhjet, pra gjithë problemi është që mos interaktonin zgjedhjet, mos impaktonin zgjedhjet, u mbyll një palë, hapet një palë tjetër. Sigurisht do bëhen gjithçka në korrekord gjithmonë, që ti mos kesh mundësi të flasësh lërë, pastaj të ngresh një platformë të bësh të dhe në fakt ai institucion do jetë po një lloj i kalbur, sepse ai institucion nuk është të reformuar, është në traum të plot, sepse unë e di shumë mirë edhe një njerëz që punojnë atje, është në traum të plot, nuk di ku rrotullohet. Dhe pratikisht ashtu do jetë, sepse është një institucion i shkatërruar në kuptimin institucional, moral, të legjitimimit të ligjit dhe do jetë prap si më thonë, një institucion që do jetë një makineri elektorale e Partisë Socialiste, e liderit kryesor